Pas shortit të play-offit të botrorit 2026, ish trajneri Polonisë Jerzy Engel është shprehur jashtëzakonisht optimist për shanset e skuadrës së Polonisë në Shqipërisë dhe mëtej në rrugën drejt turneut që do zhvillohet në SBA, Kanada dhe Meksik. Në gjysmëfinale Polonia do të presë Shqipërinë, ndërkohë që nëse kalon do të udhëtojë ndaj fituesit të çiftit të Ukrainë-Suedi. Në një intervistë të dhënë për TVP Sport, Engel tha se nuk ka asnjë dyshim për kualifikimin, nuk e marr fare parasysh mundësinë që të mos shkojmë në botror, që në fillim kam thënë se Polonia do të kualifikohet dhe kësaj qëndroi. Ai vlerëson se shorti është i favorshëm, duke shmangur sfida të vështira si Italia apo Turqia. Suedia janë në kriz të thellë, Shqipëria është më e rrezikshme. Ata janë një skuadër me individ të fortë. E pam këtë edhe në Tiranë ku humbu nga Supergola, duhet seriozitet maksimal ndaj tyre. Për Suedin, ish trajner polak ishte edhe më kritik. Suedia është në krizë të plot, ndryshe nga Norvegjia që u ngrit. Ato nuk po gjen rrugën, me ta është diferencë e madhe mes nesh.